Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu anhuma transmetohet se e ka dëgjuar profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: vërtet, halali është i qartë, por edhe harami është i qartë. Ndërmjet tyre janë gjërat e dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë, nuk dinë t'i klasifikojnë e t'i dallojnë. Kush ruhet dhe largohet nga gjërat e dyshimta, e ka siguruar dhe e ka ruajtur besimin dhe nderin e tij. Ndërsa kush bie në gjërat të dyshimta, ka rënë në haram. Ngjashëm, sikur bariu i cili e ruan kopen rreth vendit të ndaluar, kullot të së ndaluar. Por në qast, kopeja mund t'i ikë dhe mund të kollos në të. Çdo sundues e ka një vend të ndaluar për të tjerët, ndërsa vendet e ndaluara të Allahut janë ndalesat e tij. A nuk është në trup një organ i cili kur është mirë dhe i shëndosh është edhe tërë trupi. E kur ai organ prishet, sëmuret, prishet tërë trupi. Ai organ është zemra. Këto ishin fjalët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tani cilat janë dobit dhe mësimet e përfituara nga ky hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lejuar është çdo gjë për të cilën ka argument të drejtë për drejtë se është e tillë, ose nuk ka argument që është e ndaluar. Parimisht, çdo gjë në këtë gjësi, Allahu e ka krijuar në shërbim të njerëzit, por jo çdo gjë është halal. Gjërat e dobishme janë të lejuara, ndërsa gjërat e dëmshme janë të ndaluara. Fjala vjen për shembull: lëngjet e frutave janë të lejuara, ndërsa pijet alkolike janë të ndaluara. Ndërmjet tyre kemi konsumimin e duhanit, që për diket të pa informuar mund të jetë e paqartë. Ata klasifikojnë si të lejuar apo si të ndaluar. Ndërsa për një individ të lexuar, duhani është i ndaluar, sepse është i dëmshëm, qoftë nga aspekti ekonomik, qoftë nga ai shëndetësor, qoftë për vetë duhanpirësin, qoftë për ata që qëndrojnë rreth dhe afër tij. Një shembull tjetër: mishi i baktive i therrur sipas normave islame është i lejuar, ndërsa mishi i derrit për ne si musliman është i ndaluar. Ndërmjet tyre është mishi i sjell nga vendet e huaja, për të cilin nuk kemi informacion si është prerë, kush e ka prerë. Ky mish mund të jetë i dyshimt për shumë besimtarë. Çfarë ndodh zakonisht në përditshmërinë tonë? Shpesh herë tregohemi të lirë në miell e të shtrejtë në krunde. Si ndodh kjo? Fjala vjen, na fton një vëlla musliman për bukë, na shtron një darkë, a diçka të ngjashme, dhe interesohemi për mënyrën se si e ka therrur apo ku është therrur mishi, por kur vjen puna në mënyrën se si i kemi fituar parat tona, nuk interesohemi dhe nuk shqetësohemi as pak. Pra veten e harron, ndërsa tjetrin e gjykon, prandaj kujdes ekuilibrin. Niveli i qartësisë së halalit dhe të haramit është shkallë. Disa çështje janë më të qarta se disa të tjera. Disa çështje janë të qarta si në mesin e dietarëve, ashtu edhe në mesin e besimtarëve. Disa çështje janë të qarta vetëm në mesin e dietarëve dhe njerëzve të lexuar. Prandaj, i padituri në dyshimin e tij nuk mund të gjykojë të diturin
në qartësinë e tij. Cilat janë shkaqet dhe arsyet e dyshimeve dhe paqartësive? Themi se, për disa njerëz, paqartësia dhe dyshimi rreth një vendimi fetar vjen si rrjellloj e mungesës së diturisë dhe informacionit, ose nga mungesa e devocionit, ose nga prezenca e vezveseve. Dyshimet, paqartësitë, mund t'i shkaktoj edhe larmia e opinioneve të dietarëve dhe divergjencat e tyre rreth një çështjeje të caktuar. Gjithashtu, edhe pa aftësia për harmonizimin e dy argumenteve me paraqitje kundërthënëse është subjekt i paqartësive dhe i dyshimeve. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, shoku i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregon dhe thot: Sot më erdhi një burr dhe më bëri një pyetje që nuk dija si t'i përgjigjesha. Më pyeti: "Më thuaj si mendon? Në qoftë se një njeri i armatosur mirë dhe i vullnetshëm niset në një fushat luftarake me udhëheqësit tanë të cilët na urdhërojnë të bëjmë gjëra që nuk mundemi t'i bëjmë dot. A duhet t'i bindemi këtyre udhëheqësve?" Abdullah ibn Mesudi thot: "I thash, pasha Allahu nuk e di se ç'të përgjigjem. Përveç faktit se kur ishim me pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai na urdhëronte vetëm një herë për të bërë një punë dhe ne e kryenim atë. Nuk ka dyshim se gjithsecili prej jush do të vazhdojë të jetë në mirësi për sa kohë që do t'i friksohet Allahut dhe të jetë i devotshëm ndaj tij. Në qoftë se dikush dyshon në vetvete për ligjshmërinë e diçkaje, atëherë ai duhet të pyes dikë që mund ta qartësojë dhe ta shërojë atë. Por shpejt, thot Abdullah ibn Mesudi, shpejt do të vijë një kohë që nuk mund të gjeni një njeri të tillë, të ditur, i cili i largon dyshimet. Abdullah ibn Mesudi vazhdon fjalën e tij dhe thot: "Betohem në Allah, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër të merituar. E shoh se shembulli i asaj që ka kaluar nga kjo jetë, në krahasim me atë që ka mbetur nga jeta e dynjas, është si një pellg uji i freskët i të cilit është pirë i gjithi dhe s'ka mbetur veç se uji i turbulluar." Nga hadithi jon, nxjerrim mesazhin se Islami me normat e tija ka shkuar përtej faktit mos i bëj gjërat e ndaluara në faktin se mos ju afro gjërave të ndaluara. Përgjithsisht, Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart nuk kërkon thjesht mos realizimin e haramit, por largimin nga harami. Për shembull, në Kur'anin famlart, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: "Largohuni nga idhujt, largohuni nga fjalat e rreme, largohuni nga pijet alkolike, largohuni nga bigjozi, mos ju afroni veprave të turpshme, mos ju afroni pasurisë së jetimit, mos ju afroni imoralitetit." E shumë shembuj të tjerë në të cilët Allahu Azza wa Jall nuk kërkon nga një thjesht mos e realizo haramin, por largoju, distancoju, mos ju afro haramit. Dëgjues i nderuar, nga fitimi haram, mos prit as bereqet, as mos shpreso kot për mbarvajtje në familje apo në punë. Ju nuk mund të prit një shëndet kur konsumoni një ushqim të dëmshëm për trupin. Nuk mund të shpresoni jetë duke pirë helm. E njëjta logjik vlen edhe për botën shpirtërore dhe sferën e besimit. Shumë vëllezër ankohen për grindjet në familje, ngatresat e punëve, acarimet e marrëdhënieve, tensionet dhe zënkat e shumta. Përse e gjithë kjo? Sepse nga diçka e ndërtuar me haram vjen vetëm mallkimi dhe shqetësimi, jo bereqeti dhe mbarvajtja. E dyshimt
është ajo që më së shumti shkakton pasiguri dhe luhatje dhe mundësi gabimi. Prandaj shmangu nga gjërat e dyshimta dhe mos lejo që të biesh në vezvese. Devotshmëri është largimi nga disa gjëra të lejuara nga frega se mos bie në haram. Ashtu siç është larguar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga një kokër hurmi nga frika se mos ishte nga hurmat e sadakas. Gjithashtu tregohet se Ebu Bekri radiallahu anhu, nga ndjeshmëria e tij e lartë ndaj të ardhurave të dyshimta, nuk ka konsumuar asgjë që mund të jetë haram. Madje, kur shëgjerti i tij i solli një ditë ushqim të fituar nga falli dhe mashtrimi, Ebu Bekri radiallahu anhu e provokoi vetveten dhe e nxori gjithçka kishte në stomakun e tij. Gjithçka kishte nga ai ushqim, vetëm për t'u larguar nga gjërat e dyshimta dhe të ndaluara. Gjithashtu, transmetohet nga Hasan el-Basri, Allahu e mëshiroft, nga gjeneratat e tabiinëve, nga dietarët dhe kolosët e ummetit tonë, treguohet se ka thënë: kam bërritur njerëz nga sahabët, të cilët braktisnin 70 dyer të halallit nga frega e rënies në haram. Parimisht, çdo gjë e lejuar që të shpije në diçka të ndaluar konsiderohet haram. Madje në Kur'an është ndaluar sharja e idhujve, jo se idhujt kanë vlerë, por sepse kjo sharje mund të bëhet shkak për sharjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kushdo që bie shpesh në gjëra të dyshimta, qëllon që bie në haram. Pse? Sepse drita e besimit zbehet. Forca e imanit dobësohet dhe të bëhet normale shkelja e normave fetare. Gjunahu i vogël i përsëritur të shpije në një gjunah të madh. Gjunahi i madh i përsëritur të shpije në mosbesim. Gjërat e dyshimta ose janë të ndaluara, ose janë në kufirin e të ndaluarës, dhe më mirë është të shmangen, sepse shumë herë nuk janë të domosdoshme dhe nuk janë esenciale për jetesën. Kush nuk i njeh detajet e dispozitave fetare, ai person le të pyes njerëzit e ditur. Hadithi jon sekson rëndësinë e ruajtjes së fesë dhe të nderit ose dinjitetit. Si ruhet feja dhe si ruhet dinjiteti? Feja ruhet me anë të diturisë, shoqërimit me njerëz të mirë dhe me ibadet. Në shërbim të ruajtjes së fesë themi, luaj me çfarë të duash, por mos luaj me fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nderi, dinjiteti, ruhet duke mos bërë gjëra që nxisin mendime të keqia tek të tjerët për ty. Po u vure në një pozicion apo situatë të dyshimt, atëherë të tjerët mund të të përflasin. Citohet nga brezat e parë të muslimanëve se është thënë: kush e ekspozon veten ndaj akuzave, as sesi mos të fajsoj ata që mendojnë keq për të. Ruajtja e dinjitetit të njeriut është synim shariatik, prandaj mos e merr nëpër këmbë dinjitetin personal me veprime të pamatura, me veprime që ngjallin dyshime dhe mund të keqkuptohen. Citohet nga Anas ibn Malik radiallahu anhu se ka thënë: kush nuk ka turp nga njerëzit, nuk ka turp as nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Rëndësia e zemrës në ekuilibrin e organizmit është një fakt sa shkencor aq edhe besimor. Teksa kujdesemi për të mbajtur të shëndetshëm trupin, nuk duhet të neglizhojmë për kujdesjen për një zemër sa më të shnosht. Teksa kujdesemi për dukjen tonë fetare, nuk duhet të tregohemi të pavëmendshëm ndaj gjendjes besimore të zemrës, ndaj asaj botës së brendshme shpirtërore. Shërimi dhe mirësia e zemrës është në imanin e saj, në devocionin, në diturinë e dobishme dhe në virtytet e larta, ndërsa prishja e zemrës
është në dyshimet, kundërshtimet e urdhrave hyjnore, gjunahet, epshet, mungesa e sinqeritetit, zbehjen e imanit e shumë vese të tjera të ulta. Siç përcillen mes njerëzve sëmundjet ngjitse nëpërmjet kontaktit fizik, ashtu edhe ndjenjat e liga të zemrave përcillen përmes kontaktit me mendje dhe zemra të liga. Ashtu si një trup me imunitet të dupsuar është i pambrojtur nga viruset, edhe një zemër e zhveshur nga besimi i fortë është në çdo çast e ekspozuar ndaj sëmundjeve, devijimeve, shturjeve. Referuar gjendjes së saj, zemra mund të jetë e gjallë, e vdekur dhe e semur. Cila është ajo zemër e gjallë në aspektin besimor dhe shpirtëror? Zemër e gjallë do të thotë se është e ndjeshme ndaj urdhrave hyjnore, e pastërt nga ata vetit negative, e shëndosht nga dyshimet, epshet e shfrenuara dhe bestëtnit. Një zemër e tillë e shëndosht nuk angazhohet vetëm me veprimin, por edhe me cilësinë e veprimit dhe të adhurimit. Pra, me sinqeritetin dhe përkushtimin. Një zemër e tillë është e zënë me dhikr gjithnjë dhe lëndohet nga shkputja me veprën e mirë. Zemër e semur do të thotë e ndikuar nga gjunahet e mëdha, e prekur nga veset dhe vetit e ulta, si smira, mendjemallësia, ligësia, e shumë vetit e tjera negative. Një zemër e tillë, e semur, nuk lëndohet nga gjunahet, nuk i bën përshtypje padituria dhe nuk kërkon mjekim të drejtë dhe të plotë për aspektin e tij shpirtëror. Ndërsa zemër e vdekur do të thotë se ajo nuk e njeh krijuesin e saj, është e rrëbruar ndaj epsheve dhe pasioneve të pakontrolluara. Një zemër e tillë nuk ka ndjeshmëri për aspektin shpirtëror, por ka ndjeshmëri vetëm për anën fizike dhe biologjike. Për një zemër të vdekur, materia është parsore, ndërsa ndërgjegjja nuk ekziston ose nuk e vret. Punët e zemrës, për ne si besimtar musliman, punët e zemrës janë më të rëndësishme se sa punët e gjymtyrëve të tjera, sepse përmirësimi i zemrës rregullon edhe punët e gjymtyrëve. Nuk vlen zbukurimi i veprimeve të jashtme nëse mungon bukuria e brendshme. Pranimi i punëve sipërfaqësore është i varur nga pastrimi i anës së brendshme. Zemra është si mbreti, ndërsa organet ose ata gjymtyrë tjera janë si nënshtetësi. Zemra është si toka, ndërsa gjymtyrët tjera janë si bimet. Por mendoni, vendi i devocionit është zemra. Vendi i niyetit është zemra. Vend burimi i imanit është zemra. Vend vlerësimi dhe shikimi hyjnor është zemra. Tek Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit vlen vetëm zemra e pastër e mbushur me dashuri për Allahun dhe frikë respekt për të. Para mendoni sa e çmuar është bota e brendshme ose zemra ose ana shpirtërore në jetën e besimtarit musliman. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin e 7, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me shprehjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.